Në një hadith po e mbyll që thaj dërguari sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe kanë fol shumë sahabe që me të vërtet ka transmetime të sakta. E tha direkt që dhe kjo ndihmon në kuptimin ton që rrafshi i devotshmërisë është zbatueshmëria e jonë sociale dhe vëllezërore që kemi dhe posedojmë. Për hir të Allahu xhalla shanuhu. I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fa nuk ka besu askush përderisa nuk ja don vëllaut vet atë mirë që e don si për vete. La musliman, ta dish që kjo jetë bashkohore është shumë e shpejtë dhe në prizmin e përgjithshëm të njerëzillakut nuk din thonë tjetër gjë vetëm që jeta dinamike, po jetë shpejt. Nuk po harrojnë që këtë dinamik e jetës së zhvilluar është pikpamje e zgjedhur dhe e caktuar nga Allahu xhalla shanuhu në ne, dhe po harrojnë nganjëherë që për çdo gjë që bëjmë do të japim llogari. Që tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në një thënie tjetër begat, tha llogarituni para se të vini në llogari, peshohuni para se të peshoheni. Kjo do të thotë ne të jemi ata që duhet e kemi ndërgjegjen e pastër, ta kemi njetin e pastër, ta kemi dashurinë për hir të Allahut, të jemi nga ata që të ruhemi nga ato fatkeqësi që janë për njerëzit kur punojnë dhe bëjnë e që janë mëkatet, dhe të jemi në mesin atyre që angazhohemi vazhdimisht në punë të hajrit dhe të begatit.